Deri më 90 fëmijë të prekur nga alergjitë pranverore janë regjistruar në repartin e pediatrisë në Spitalin e Gostivarit. Kjo gjendje konsiderohet të jetë si normale, por shqetësuese janë numrat që dalin nga ordinancat e mjekëve am, ku brenda ditës me 10 raste drejtohen për ndihmë. Donse situata është stabile, brengos fakti se nga viti në vit numri i fëmijëve me alergji shënon rritje permanente. Deri më 90 arrin numri i fëmijëve që në afat prej një muaji e kanë kërkuar ndihmë mjekësore në repartin e pediatrisë në Spitalin e Gostivarit si pasojë e alergjive pranverore. Kjo gjendje konsiderohet të jetë si normale nga ana e udhëheqësit të këtij reparti, Dr. Ferit Muça. Por ajo është shqetësuese në këtë situatë është fakti se numri i pacientëve të prekur nga alergjitë nga viti në vit shënon rritje. Ai nënvizon se në ndërkohë që në spital trajtohen nga 2 deri më 3 pacientë brenda ditës duke e marrë terapinë e duhur dhe më pas duke vazhduar kurimin tek mjeku am, në mënyrë ambulantore trajtohen me 10 të tjerë. Nga alergjitë pranverore, të cilat në këtë stin vinë në shprehje nga poleni, kategoria më e rrezikuar mbeten fëmijët të cilët janë alergjik. Dr. Ferit Muça apelon që simptomat e alergjisë të ndiqen me kujdes me qëllim që të mos vjen në shprehje forma më e rëndë e paraqitjes së tyre, e cila kalon më pas në astmë, sëmundje kjo me të cilën fëmia më pas duhet të jetojë gjatë gjithë jetës. Gjelbërimi në vend që fëmijët të gjithë të gëzohen, një grup moshe fëmijëve të cilët janë alergjik të poleneve, për ato kjo sezon nuk është e mirë, për shkak se në këtë sezon paraqiten simptomet apo shenjat e para të alergjive. Ka gati 2 javë ku numri i pacientëve ose fëmijëve të cilët janë alergjik që shtohet numri i pacientëve që kërkojnë ndihmën tonë, por në ambulant dukshëm ashtu ky numër. Ky numër ndodh vetëm te një grup moshe të fëmijëve, po edhe në të rriturit, por në grupën e moshë është pak më e ndjeshme për shkak se paraqet disa forma, ku edhe formën më të rëndë astmën. Domethënë, nëse këto pacientë nuk shërohen në kohë, nuk i parandalojmë simptomet, mund të kalon në komplikime më të mëdha, formën më të rëndë, e cila është astma bronhiale, e cila mundet që tanë jetën të ngel prezente në të fëmijë dhe duhet tanë jetën të shërohet. Sipas tij, rreth 30% e pacientëve të cilët janë alergjik kalojnë në astmë. Kjo ndodh sepse pacientët që janë alergjik, por që nuk mjekohen, shpesh kalojnë në astmë bronkiale. Faktorët klimatarikë si ndryshimi i temperaturave të ajrit, lagështia dhe shirat, ndotja e ajrit bashkë me ngrohjen e motit, e karakterizuar me luhatje temperaturash dhe çelje të luleve në pranverë, ndikojnë në shfaqjen e problemeve të alergjisë. Problemet më të mëdha nga alergjitë shfaqen orët e para të mëngjesit, kur poleni i luleve ka përqindje më të madhe në ajër. Shenjat më të zakonshme janë hundë që rrjedhin apo të zëna, sy të kuq të acaruar që kruhen, kollitje, të shtima, tharje gjuhe dhe fyti, acarime të tyre, vështirësi në frymëmarrje, tharje dhe acarim të lëkurës e tjerë. Muça thotë se prevencioni nga poleni është shumë i vështirë, meqense këto 3 muaj atë do e kemi vazhdimisht të pranishëm, por megjithatë ndërmasat preventive ai përmend. Themi se është problem për shkak se polenin këtë ku e kemi çdo kundi prezent. Çdo kundi e kemi prezent. Dhe prandaj po duhet të merren disa lloj masash. Zakonisht këto fëmijë që janë alergjik ndaj poleneve duhet të minimum para dite mos dalin jashtë kur bëhet fjalë kur është koha me diell dhe kur ka erë. Para dite mos dalin për shkak se para dite koncentrimi i poleneve shumë më i lartë në ajër. Ndërsa mbas ditës zvoglohet koncentrimi i poleneve dhe më mirë është të dalin jashtë me njerë kur bie shi, mbasi bie shi, për shkak se shiu e zvoglon dukshëm koncentrimin e poleneve në ajër dhe fëmijët mund të lozin edhe të marrin frymë shumë më lehtë. Mirë po, gjithashtu jipen edhe terapi ka barna që të zvoglohet, që të ndihmohet fëmijët edhe të këto simptome të jenë sa më të lehta, a gjithashtu edhe të prevenohet ose të parandalohet astma bronhiale. Këshillat e mjekëve për preventiv janë: fëmijët të ruhen nga ndërrimi i ambienteve, temperaturave të ajrit, ndaj ushqimeve që japin alergji, eliminojnë ushtrimet fizike që përkeqësojnë gjendjen, si dhe vizitë tek mjeku specialist.